Seria, Skënderbeu, Heroi Arbërisë sezoni 1. Ngjitja e një herojini episodi 1. Lindja e një kastrioti 1405. Dibër, një fëmijë i lindur për madhështi në këmbët e maleve të Dibrës, në një mbrëmje të kthjellët dimri, lindi një fëmijë që do të bëhej simboli i rezistencës shqiptare. Emri i tij ishte Gjergj, biri i Gjon Kastriotit dhe Vojsavës, një grua me gjak fisnik nga familjet princërore shqiptare, që në fillim fati kishte shkruar një rrugë të veçantë për të. Gjon Kastrioti, sundimtari i një prej trevave më të fuqishme shqiptare, ishte i njohur për rezistencën e tij kundër osmanëve, të cilët synonin të zgjeronin pushtetin e tyre në Ballkan. Ai drejtonte një tokë të pasur me burime, por mbi të gjitha, të banuar nga një popull luftëtar që nuk njihte frikë. Fëmijëria mes legjendave dhe trimërisë, Gjergjiu u rrit në një mjedis ku nderi dhe guximi ishin parimet më të larta. Në oborin e kastriotëve, ai ishte i rrethuar nga kalorës, burra të fortë dhe dietar që edukuan në artin e luftës dhe mençurinë diplomatike. Në netët e gjata pranë zjarrit, ai dëgjonte tregime për Aleksandrin e Madh, pirojnë e Epirit dhe princërit shqiptar që kishin luftuar për tokat e tyre. Mësuesit e tij e stërvitën në strategjinë ushtarake, por gjithashtu i mësuan të lexonte dhe të kuptonte politikën e ndërlikuar të kohës. Ai zotëroi me mjeshtëri shpatën, harkun dhe kalërimin që në moshë të re, duke dëshmuar një talent të lindur për luftën. Pushtimi osman dhe tokat e djegura ndërsa Gjergji rritej, kërcënimi osman afrohej gjithnjë më shumë. Perandoria kishte filluar zgjerimin e saj në Ballkan me egërsi. Qytete u dogjen, fshatra u shkrumbuan dhe britmat e të pafajshmëve kumbonin në luginat e Arbërisë. Trupat osmane, të drejtuara nga general të regju në luftë, shkatëronin gjithçka në rrugën e tyre për të detyruar bujarët shqiptar të dorëzoheshin. Populli i kastriotëve luftoi me trimëri, duke refuzuar t'i përkulej pushtuesve. Fshatarët u shndëruan në luftëtar, duke përdorur sfurqe dhe sapata për të mbrojtur shtëpitë e tyre me një guxim që habiste edhe ushtarët osman më të stërvitur. Por forcat osmane ishin të shumta. Ata dogjën hambarët e drithit, helmuan burimet e ujit dhe lanë pas tokë të shkretuar. Kalat dikur të fuqishme të kastriotëve ranë njëra pas tjetrës. Mesazhe të dëshpëruara mbërrinin në oborin e Gjon Kastriotit. Krerët e fshatrave të tij luteshin për ndihmë, por armiku nuk ndalej. Çdo ditë e kaluar sillte më shumë shkatërim. Ishte e qartë se nëse nuk merrej një vendim, gjithë trashëgimia e kastriotëve do të zhdukej përgjithmonë. Betejë e fundit e Gjon Kastriotit, Gjon Kastrioti mblodhi luftëtarët e tij të mbetur dhe u nis në betejë. Përplasja ishte e pamëshirshme, një furtunë qeliku dhe flake. Shqiptarët luftuan me furi, të vendosur për të mbrojtur tokën e tyre. Gjaku mbuloi fushat dhe qielli i natës u skuq nga zjarret e fshatrave të djegur. Por për çdo ushtar osman që binte, dy të tjerë merrnin vendin e tij. Numri i madh i pushtuesve e bëri rezistencën të pamundur. Duke parë se forcat e tij po shuheshin, Gjon Kastrioti nuk pati zgjidhje tjetër veç se të tërhiqej në kështjellën e tij malore. Nga atje, ai vështroi tokat e tij që digjeshin, popullin e tij të masakruar dhe trashëgiminë e tij që po shuhej. Me zemër të rënduar, ai kërkoi një takim me osmanët, duke shpresuar të shpëtonte atë që kishte mbetur nga populli i tij. Marrëveshja fatale, takimi u mbajt në një çadër madhështore osmane, e rrethuar nga roje të armatosura. Gjon Kastrioti, i lodhur nga lufta, qëndroi përballë një pashaj arrogant, i cili buzëqeshi me një kënaqësi të ftohtë. Ke luftuar me trimëri, Kastrioti, tha pashaj, duke rrotulluar një kup vere në dorë. Por trimëria nuk ndal një perandori. Gjon Kastrioti shtrëngoi grushtat, por qëndroi i përmbajtur. Ju digjni tokat e mia, masakroni popullin tim dhe tani doni të flisni për kushte? Pashaj buzëqeshi. Mund ta vazhdojmë këtë luftë, por e di si përfundon. Rezistenca jote do të sjellë vetëm më shumë shkatërim. Sultani, megjithatë, është i mëshirshëm. Betohu për besnikëri ndaj tij dhe tokat e tua do të kursehen. Gjoni e dinte se kishte pak zgjedhje. Populli i tij kishte vuajtur mjaftueshëm, por fjalët e ardhshme të pashajt e goditën si një thik në zemër. Si shenjë besnikërie, vazhdoi ai, sultani kërkon bitë tu. Ata do të rriten në oborin osman, do të trajnohen nga më të mirët dhe do t'i shërbejnë perandorisë. Në këmbim, ti do të mbetesh zoti i tokave të tua nën hijen e sultanit dhe nuk do të ketë më gjakderdhje. Një heshtje e rëndë mbuloi çadrën. Zemra e Gjonit rahu fort. Tua dorëzonte djemt do të thoshte t'i çonte drejt një fati të pasigurt, por refuzimi do të sillte shkatërim të plotë. Ai mendoi për popullin e tij, për fshatrat e djegura, për trupat e panumër të pajet në rrugë. Bara e detyrës si udhëheqës se rëndoi. Me një frymarrje të thellë, me zërin e mbushur me dhimbje,
Ai shqiptoi fjalët që vulosën fatin e tij. Pranoi. Pashaj Buzëqeshi. Një zgjedhje e mençur, Kastrioti. Lamtumira agonizuese atë natë. Gjoni u kthye në kështjell, me zemrën e thyer. Ai mblodhi djemt e tij, të cilët ende nuk e dinin vendimin e marrë. Vojsava rapër dhe duke qarë, duke përqafuar djalin më të vogël. Jo, nuk mund t'i marrësh. Ata janë gjaku ynë, e ardhmja jonë. Gjoni e mbajti afër, duke i përshpëritur, nëse refuzoi, nuk do të ketë më të ardhme. Gjergji, ndonëse i ri, e kuptoi peshën e momentit. Ai kërkoi në sytë të atit një shenjë shprese, por gjeti vetëm dhimbje dhe një lutje të pashprehur për forcë. Të nesërmen në mëngjes, djemt u morën nga ushtarët Osman. Vojsava qau derisa zëri u shua, ndërsa Gjoni qëndroi si një shtatore, i ngrirë në dhimbjen e tij. Teksa largohej, Gjoni i vendosi një dorë mbi sup Gjergjit dhe i përshpëriti. Mos haro kur kushje. Një ditë kthehu si një stuhi dhe mbro arbërin. Këto fjalë u skalitën në zemrën e Gjergjit. Ishte dita kur filloi rruga e tij drejt madhështisë.